Qëtu shtëpiat e mëdha kanë sauna, kanë pishina, harxojnë energji elektrike. Pse edhe këtu mos me pagu më shtrenjt energjinë elektrike? Pse nuk është marrë një vendim që me mbrojt prodhuesi, ai që prodhon? Po sinjali për qeverisë të Kosovës, cilat janë ato që i keni marrë që me vendos tash me fillu tregu i lirë, për shkak se ka pasur edhe kritika në publik që ky vendim ka mas një fushate zgjedhore ku qeveria aktuale i ka sulmuar edhe bizneset dhe i ka pa ata si kundërshtar. Ne dim që edhe 2023 dhe 2024 kanë qenë çmimet më të larta në histori në sektorin e energjisë. Qeveria vitin e kaluar ka pasur edhe një kampanjë së bashku me institucionet e Bashkimit Evropian që mi përkrah bizneset me vendosjen e panele solare në mënyrë që ta ulin konsumin e energjisë elektrike dhe në këtë skemë të cila është përkrahur edhe nga qeveria e Kosovës edhe nga Bashkimi Evropian, aplikues nga bizneset ka qenë më pak se 200 biznese që kanë aplikuar. Në njëjtën kohë edhe EBRD-ja një numër të madh të këtyre konsumatorëve e ka përkrahur me vendosjen e paneleve solare në kulmet e këtyre bizneseve në mënyrë që ta ulin faturën e energjisë elektrike. Me këtë qëllim, gjithashtu ZRE-ja në përkrahje të këtij procesi e ka ndryshuar edhe në rregullore me qëllimin e vetëm që të përkrahë këto biznese dhe e ka rrit pragun nga 200 kW nga 100 në 200, pothuajse 100% është rrit mundësia konsumatorëve që mund me instalu panele solare në kulmet e tyre, sidomos për bizneset me qenë se edhe bizneset po ankohen që nuk kanë qenë të informuar, pse nuk keni filluar për 2024-s me informu ata edhe me përgatit për tregun e lirë të energjisë. Ata po thonë kemi pas një periudhë shumë të shkurtër me u përgatitur dhe nuk kemi qenë mjaftueshëm të informuar. Janë tikun 1300 biznese që po dalin në tregun e lirë të energjisë. Unë personalisht vetëm edhe në gjitha këto odat kam qenë vitin e kaluar, për çdo vit ky proces është shty edhe është marrë, si më thonë, shty për një vit. Nuk kemi thënë që do të shtyhet pafundësisht. Vendimi i fundit kur është marrë, për e ritheksoj edhe një herë, shtyrja në vitin e kaluar ka qenë ose çmimi i rregulluar është thënë edhe është diskutuar në gjitha këto oda, unë në disa prej tyre kam qenë vetë personalisht edhe në vitin e kaluar. Ta zonë në odën amerikane 2 herë ose 3 kam qenë vetë si kryesuesi i bordit ZRE-s dhe kemi bashkëbiseduar. Në odën ekonomike gjithashtu kanë qenë edhe kolegët tonë, mirë po vendimi i ZRE-s ka qenë i qartë, ka qenë në konsultim publik se tarifat e rregulluara për këtë kategori konsumatorëve do të jenë deri me 31 mars të këtij viti. Ne, thash edhe një herë, e kemi shtyr edhe për 2 muaj me qëllimin e vetëm që të jepet mundësi bizneset të përgatitet, për të njëjtën kohë edhe në muajin qershor ka ofertë më të mëdha dhe çmimet e tregut janë çmimet më të ulta në tërë periudhën e vitit për cilën ne po diskutojmë. Nëse kthehemi të kaluarën, ka qenë logjika që ata që bojnë luks me harxhu më shumë. Do me thonë njerëz që kanë shtëpia të shtrejta me pagu më shtrejt të rrymën. Pse tash me undru kjo politikë edhe prodhuesit të na me pagu energjinë elektrike më shtrejt? Kjo është kërkesë ligjore, këtë kriteri është i vendosur prej direktiva Bashkimit Evropian. As më tepër nëse shikoni në direktivat e Bashkimit Evropian është kriteri edhe më i sforcuar, se gjitha bizneset që kanë qarkullim më shumë se 50 milion dhe më shumë se 50 punëtor duhet dolin treg. Gjithashtu në kuadër të këtij më shumë se 10 milion që kanë me dalë në treg, i bën që edhe shkruan atë ose bilanc. Ne gjithë e dim ata që janë ekonomist që jo vetëm qarkullimi, po thot ose bilanci prej 10 milion euro ose mbi 10 milion euro duhet dalin në treg. Ne i kemi informuar gjitha këto bizneset, pothuajse që nga viti 2017 ligjërisht këto biznese do duhet të dalin në treg. Po pse mos me pagu më shtrejt energjinë elektrike edhe çtu shtëpiat e mëdha kanë sauna, kanë pishina, harxojnë energji elektrike. Pse edhe këtu mos me pagu më shtrejt energjinë elektrike? Sa i përket kësaj kategorisë që përmendti, ne edhe në vitin 2021 në kohë krize kemi vendosur blok tarife në mënyrë që me ja reflektuar secilës kategori konsum ose koston e furnizimit me energji elektrike dhe ju e dini që ne kemi bërë thirrje në vitin 2021 të kemi kursim të energjisë elektrike, po kursimi ka qenë edhe pse kemi bërë thirrje edhe nga ambasadori EU-s, edhe ambasadorët Kosovës që të ketë kursim të energjisë elektrike, kursimi ka qenë 0. Në momentin që është vendosur blok tarifa, në muajin shkurt kemi pas automatikisht 10% rënje të kërkesës. Në vendimin për me dalë në treg të lirë, po dëmton edhe prodhuesit, sepse po duhet me pagu më shtrejt. Pse nuk është marrë një vendim që me mbrojt prodhuesi, ai që prodhon? Thash është kriter ligjor që i cili është vendosur nga Parlamenti i Kosovës. Në vitin 2017 kriteret janë të përcaktuara në legjislacionin primar. Aty shkruan qartë se të drejtën e shërbimit universal e gëzojnë 2 kategori: konsumatorët shtëpiak
dhe bizneset e vogla me qarkullim më pak se 10 milion ose më pak se 50 në to. A janë këtu kritere tonat apo janë imponu prej Bashkimit Evropian? Mund të më thonë që me i përjashtu prodhuesit prej këtyre kritereve? Ju e dini që këto kritere janë në kuadër të direktivës edhe me qenë se jemi po nënshkruese Traktatit Athines e jemi të obliguar si shtet me i transpozu direktivat e Bashkimit Evropian, me qenë se kemi marrë obligim për përmbushjen e disa detyrave në procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. A kemi ndaluar përmes kësaj direktive që me i mbrojt prodhuesit tonë? Këtë rast? Kriteret e përcaktuara nuk i kemi ndaluar dhe institucionet tjera mund të gjejnë mekanizma tjerë në përkraje të bizneseve. Mirë po, këto kritere janë të përcaktuar në legjislacion primar. Nuk është, si me thonë, kompetence zërëes legjislacioni primar. Ne kemi mundësi me implementu përmes legjislacionit sekondar, legjislacionin primar, po asnjëherë nuk kemi kompetencë në, si me thonë, tekalimin e kritereve që janë të vendosur në legjislacionin primar. A keni mujt ju me bë kërkesë në parlament ose Kuvendi i Kosovës, a ka mujt me i bë ndryshimet në këto kritere edhe me largu prodhuesit? E kuptueshme që Kuvendi i Kosovës. Besoj që ju e dini se Kuvendi mund të bëjë këto ndryshime, mirë po nuk i ka bërë që nga viti 2017. Dhe zyrëja ka qenë detyruar që në vazhdimsi, siç e përmenda, me qenë se mi jep shans edhe bizneseve, po të njëjtën kohë edhe institucione tjera të përgatiten për këtë proces. Ne e përmendëm që në 3 vitet e fundit, me qenë se i përmenda kanë qenë edhe faktor madhor, që kanë qenë kriza energjetike ose lufta në Ukrainë, pandemia, ne edhe kemi jep edhe një shans të fundit edhe një vit pas krizës që ka qenë në vitin 2024 dhe ky proces nuk mund të vazhdojë në pafundësi me shtyrje, me qenë se për 7 vite nuk kemi pas asnjë lëvizje as nga ana e bizneseve, po të njëjtën kohë nuk kemi pas as lëvizje në rast se dëshirojmë që këtë proces ta stopojmë të kemi ndryshime në legjislacionin primar. Zërëja ka të pamundur me ndryshuar legjislacionin primar. Por çka nëse për momentin nuk është i konstituuar Kuvendi i Kosovës, po mundet me konstituuar legjislatura 9 edhe vendos Kuvendi që me ndryshu. Edhe me ndryshu rregullat, me ndryshu ligjin dhe me i largu prodhuesit nga këto kritere. Atëherë, ako me qenë detyrune e zyra rregullatorit që bizneset të cilat janë prodhuese me i kthyer në furnizimin ashtu siç ka qenë para vendimit që me dalë në tregun e ligjit. Zërëja ka për obligim me implementu legjislacionin primar, po në rast se ndrohet legjislacioni primar, ne në të kaluarën ne kemi pas si detyrë, afërsisht ju është dhënë mundësi zërëjes që brenda periudhës 9-muajore të përgatit legjislacionin sekondar të nevojshëm për implementimin e legjislacionit primar. Besojmë se ju e dini edhe në këtë vit draft ligjet vetëm se kanë qenë në konsultim publik, mirë po ky trend do të jetë edhe me tutje. Unë i los gjitha bizneset që të përgatiten sepse sipas directives edhe sipas obligimeve që kemi në raport me institucionet e BE-s, gjitha vendet e regionit i kanë tejkalu këto kritere. Si me thonë, Maqedonia ka kriterin shumë të ullë se ne që kemi prej 10 milion euro. Prandaj edhe bizneset e Mali Zi, po thuj se gjitha bizneset janë në treg. Edhe Maqedonia është ky numër shumë më i madh i bizneset që dalin treg, prandaj edhe Kosova është e detyruar që të vazhdojë të njëjtin rrugë me qenë se gjithë synojmë integrimin e Bashkimit Evropian.